Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar në nivelin 0.5% normën e shtesës kundër ciklike të kapitalit për bankat tregtare, por ka paralajmëruar se ajo mund të rritet në të ardhmen nëse kreditimi vijon të zgjerohet me ritme më të shpejta se ekonomia. Në rivlerësimin e fundit për vitin 2025, Banka Qendrore evidentoi se kredia për ekonominë është rritur me 10.9% në terma vjetor, ndjeshëm mbi rritjen e PBB-s prej 5.4%. Edhe pse hendeku i raportit kredi PBB mbetet negativ, ai po ngushtohet me ritme të shpejta, duke sinjalizuar rritje të shtuar të kreditimit, veçanërisht për familjet. Hendeku i kreditimit për individët ka kaluar në territor pozitiv për të dytin tremujor radhazi, ndërsa për bizneset mbetet negativ, por me tendencë përmirësuese. Banka e Shqipërisë thekson nevojën për monitorim të ngarkesës me borxh dhe aftësisë paguese, si për familjet ashtu edhe për bizneset. Ndërkohë, treguesi i paralajmërimit të hershëm plotësues, TPHP, ka arritur në nivelin 0.66 mbi mesataren historike, duke sinjalizuar rreziqe të mundshme nga mbinxehja e tregut të kredisë dhe aktiveve jo financiare, veçanërisht në sektorin e pasurive të paluajtshme. Çmimet e banesave vijojnë në rritjen mbi nivelet afatgjata, ndërsa raporti çmim-qira po zgjerohet, duke ngritur shqetësime për qëndruesmërinë afatgjatë të tregut. Banka vëren se kreditimi për pasuri të paluajtshme dhe çmimet e banesave kanë tendencë të përforcojnë njëra tjetrën, duke rritur rrezikun sistemik. Për të frenuar këto zhvillime, Banka e Shqipërisë ka rritur normën kundërciklike me 0.25% në qershor dhe dhjetor 2024, duke e çuar në 0.5%, rritje që hyn në fuqi gjatë vitit 2025. Gjithashtu, që nga korriku 2025 janë vendosur kufi të rinj për kredit për pasuri të paluajtshme, për raportin kredi vlerëprone dhe shërbim borxhi të ardhura. Banka e Shqipërisë njofton se po monitoron efektet e këtyre masave dhe nuk përjashton ndërhyrje të tjera nëse rreziqet për stabilitetin financiar rriten.